ka qenë një vizitë ose një summit. Me petkun e kryeministrit të kombit që i pëlqen të mbajë veshur që pas vizitës në Beograd, Edi Rama u rikthye në Kosovë për të bërë një bilans të gjendjes së shqiptarëve në rajon në atë që ai e quan fillimi një kohe të re. Si një prind i ashpër, kritikoi mungesën e bashkëpunimit për të rekuperuar të shkuarën, duke parë nga e ardhmja. Që nga niveli më i ulët organizativ dhe deri në rrafshin e gjerë kombëtar, sensi i ardhmërisë son fatkeqësisht as është vlerësuar si nevojë për reflektim serioz në lidhje me cilësinë e ndërveprimeve tona dhe as ka prodhuar bashkëveprimet që do të lypseshin për të fituar kohën e madhe që kemi humbur ca nga kooperacia e historisë së deridjeshme në raport me ne dhe ca nga papërgjegjësia jonë në raport me ardhmërinë tonë. Nuk ishte një kamzhik në dorë, por fshikullima e fjalëve dëgjoi qartë. Sipas Ramës, mungesa e përgjegjësisë vazhdon të karakterizojë edhe lidershipin aktual të shqiptarëve në rajon. Unë nuk dua të provokoj asnjëri dhe asnjë polemik të kotë, po më duket se sot, kur trendi historik për shqiptarët ka ndrruar dhe ka ndrruar edhe vetë pozicioni i shqiptarëve në rajon, nuk është se ka ndrruar po ashtu raporti ynë me ardhmërinë tonë. Si vetdije për përgjegjësinë historike e kam fjalën. Virtytet e cituara në fjalime politike janë vetëm një justifikim për të zhytur interesat kombëtare, si struci kokën në rër. E vërteta është se ne madje flasim shumë për virtytet tona. Dhe ky është në fakt vesi ynë më i madh. E kemi parë edhe e shohim thuajse për ditë se në çfarë mase të egzageruar virtytet përdoren si justifikim për qëndrime dhe për veprimet pa virtytshme, posaçërisht në nivelin politik. Ashtu siç kemi parë sa shpesh interesat apo temat e mëdha kombëtare marrin formën e kokës së strucit të fshehur në rër, duke lënë jashtë në formë plotësisht të dukshme trupin e madh të pavërtetave apo të vërtetave krejt tjera. I bindur se historia po ndriçon shqiptarët me një dritë të re duke i respektuar më shumë në sytë e ndërkombëtarëve, Rama fajsoi lidershipin politik për prapambetin që e karakterizon në përfaqësimin e shqiptarëve si kombë. Është një fakt historikisht domethënës pavarësisht përpëlitjeve të mëdha në Shqipëri, ku ende sot shkëputja prej armiqësisë leniniste ndaj kundërshtarit politik nuk ka ndodhur. Pavarësisht përpëlitjeve të vazhdueshme në Kosovë, ku pas pavarësisë janë shfaqur të njëjtat simptoma të brishësisë demokratike njësoj si në Shqipëri, edhe pse shfaqjet e brishësisë mund të jenë nganjëherë të ndryshme. Pavarësisht përpëlitjeve mes shqiptarëve në Maqedoni, ku arritja historike e marrëveshjes së Ohrit nuk e ka penguar për vijimin e vazhdueshëm të një përçarje politike penguese, për vetë jetësimin deri në fund të asaj marrëveshje, prapambetja e përfaqësuesve politik të shqiptarëve në raport me shqiptarët si kombë, në të gjitha hapësirat ku ne jetojmë dhe në raport me bazën qytetare që garanton përfaqësimin politik, është fakt. Bashkëveprimin që kërkon nga politika dëshiron ta vërë në jetë dhe në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive të Tiranës dhe Prishtinës për të dhënë një mesazh të unifikuar Brukselit se edhe durimi deleve të urta të Ballkanit ka të sosur. Duhet t'i ndihmojmë që ta kuptojnë se në Ballkan ne kërcënohemi nga lodhja nga durimi. Dhe ne shqiptarët e dim ndoshta më mirë se kushdo tjetër se çdo të thotë kur ballkanasit lodhen nga durimi. Dhe atëherë s'ka më bashkësi ndërkombëtare që i fut prap në vath për të bashkëtuar me njëri tjetrin si dele të urta. Shumë faleminderit. Kur nuk kishte më mburojën e fjalimit të përgatitur, mjaftoi një pyetje mbi rolin e gruas për të shfaqur Edi Ramën që njohim në Tiranë. Kujtohet në vitin 1993, mos gabohem, kam qenë në Londër. Dilnim nga metroja në një nga ato shkallët elektrike, edhe murë para nesh ishte një vajzë e gjatë shumë e bukur. Edhe unë i them këtij mikut nga Prizreni, thash shqyr që pash tash një angleze të bukur, më ktheu kokën, tha jam e Prishtinës së drejtë.